PD letër donatorëve, mos merrni për ekspertizë Linda Ramën, i bën raportet tuaja të pabesueshme. Ky është lajmi i ditës që Partia Demokratike ka prodhuar sot. Praktikisht Sali Berisha, duke përdorur partinë e tij, le të themi, në funksion të vetes tij dhe të pastrimit ose mbrojtjes familjes tij, këtë radh ka tentuar të lëri pa punë Linda Ramën. Linda Rama nuk ka nevojë për avokatin e askujt, në fakt nuk ka nevojë as për reklamimin e askujt, është një zonjë që është doktore shkencash në fushën e ekonomisë dhe ka të paktën 20 e kusur vite që bën punën e saj, ushtron profesionin e saj për organizma shqiptar dhe ndërkombëtar si eksperte dhe deri më sot të paktën nuk kemi dëgjuar që të ketë çduar ndonjëherë profesionalisht. Ajo që unë po lexoj tani dhe që është sigurisht kryelajmi i medias doktorit, ka të bëjë me moralin profesional, etikën profesionale të zonjës Rama, e cila sipas doktorit, nëse merret me organizatat ndërkombëtare që bëjnë raporte dhe bën punën e saj si eksperte, praktikisht ato raporte janë të pabesueshme. Dhe e thënë kështu, kjo është një super kompliment për Linda Ramën. Pra, Partia Demokratike ka gërmuar në CV-n e Linda Ramës dhe gjëja më e zezë që kanë gjetur është që ajo bën pjesën e saj të punës në raportet që nxjerrin organizmat ndryshëm ndërkombëtar. Pra, Linda Rama që ka problemi madh për këtë vend, gruaja e kryeministrit, sepse që ka eksperte ekonomie në disa organizata të mëdha ndërkombëtare. Tani, ky është autogol nga ana e opozitës. Tentativa e doktorit është e qartë. Doktori ka të shoqen Lirin që me taçin e famshëm dhe me pikturat që shiste, me sa duket dhe me sa thuhet, bënte një pastrim të jashtëzakonshëm parash, por që unë nuk e them dot, duhet hetuar nga spaku. Ka të bien, e cila ka shtëpi nga Budapesti në Holland, ka shtëpi nga Gjermania në ku diun se ku, dhe që bashorti i saj, pra Jamar Maltezi, është në nënhetim nga SPAK për historinë e kompleksit Partizani. Dhe të kesh këto lloj linçimesh publike, siç është non grata nga SBA, dhe të kesh këto lloj akuzash penale që ka familja Berisha, dhe të tentosh që t'i bësh barazvlerësimin të gjithë këtyre me faktin që zonja Rama është eksperte ekonomie, po mund të ketë konflikt interesi kur bën ekspertën për PNUD-in fjala vjen, kjo është isharake. Dhe kjo që unë sapo thash tani, ky konstatim tregon një gjë shumë të thjeshtë. Derexhen ku ka përfunduar opozita dhe pse është imediate që kjo opozit të rinovohet. Sepse kjo i thon, kësaj i thon, të tentosh të vësh vetullat dhe të nxjerrësh syt, doktor. Të tentosh të përbaltësh Linda Ramën pse bën punën e saj si profesioniste, vetëm sa ju kujton njerëzve se çka bër Liria dhe çka bër Argita. Kështu që të lutem, doktor, ata që të këshillojnë, lëri më njanë për momentin, lërë më njanë dhe reagimet e tua, sepse vetëm po e çoni për poshtë opozitën dhe kjo është në dëm të Shqipërisë dhe të Partisë Demokratike. Natën.